Vila që po shihni mbas shpinës time është një prej vilave më të bukur, të një prej liçeneve më të famshëm të Italisë. Një vend ku përqendrohen kryesisht njerëzit e biznesit, të artit dhe të kulturës nga gjithë bota. Është një vilë ndërtuar në 1700-ën. Në fakt nuk është një vilë, është pjesë e një kompleksi me 3 vila, ku vila kryesore 1700-ës është kjo, ndërsa në 2 drejtimet e tjera janë dhe 2 vila tjera si guest house. Në këtë pjesë të vilës ju mund të shihni flamurin shqiptar, zviceran dhe italian, ndërkohë që rreth e rrotull janë rreth 40.000 metër katror oborre dhe rreth 5.300 metër katror dërtim, afërsisht sepse jemi gjithmonë në shifra të përafërta. Historia e vilës është e rrallë. Ajo i takonte një biznesmeni të njohur, i cili më shumë sa biznesmen ishte një lloj inovatori, pra një lloj shpiksi i cili kishte patentuar shumë gjëra dhe kishte shitur ato. Dhe i mbetur vetëm së bashku me bashkëshorten ai kishte refuzuar shitjen e vilës Silvio Berlusconit, Roman Abramovićit ose njerëzve tjerë të rëndësishëm të botës që kishin dashur ta blejnë. Për një periudhë të gjatë kohë vila mbeti nën presionin e shumë prej njerëzve të famshëm, por në vitin 2022 personi që e kishte, pra një shpikës gjerman thash, vendosi t'ia shes, ose u bind nga një biznesmen shqiptar, për këtë arsye është flamuri shqiptar, që t'ia shiste atij. Është vila ku ka kaluar pushimet në një periudhë të shkurtër kohe Konrad Adenauri dhe është njëkohësisht vila ku ka kaluar përthuajse 30 vjet pushimet ish kancelari i Gjermanisë Helmut Kohl, si dhe 4 kryeministra të Japonisë, që ishin miq personal të këtij biznesmeni. Vila shtrihet në një prej liçeneve më të famshëm italian, brenda saj ka një numër të madh veprash arti, duke përfshirë edhe disa veprat Picassos, si dhe disa libra të rrallë, të cilat kanë qenë një prej pasioneve të autorit. Ju ta shihni vilën në një filmim pak më profesional, unë do t'ju tregoj pak më gjatë. Kjo është pjesa e hyrjes. Do ta filloj sepse duhet treguar oborret që janë të jashtëzakonshme. Vila thash është goxha e madhe në pjesën më të kryesore të saj. Kjo është pjesa tjetër e korridorit, e cila vjen në të 2 drejtimet. Pra, kjo është pjesa e ndenjes. Dhe këtu dilet në për pjesën e jashtme të vilës, e cila është e gjitha e ngritur mbi buzën e liçenit. Vazhdoj më tutje për t'ju treguar. Historia e saj është interesante, sepse unë nuk e di vlerën, nuk e di sa vlen sot, me siguri bëhet fjalë për një prej vilave më të shtrenjta të kësaj zone, thash. Biznesmeni për arsye të parimeve të tij refuzoi Berlusconin, Abramovićin dhe në fund u bind nga një shqiptar, por pronari i saj shqiptar do të mbetet anonim, ai nuk do të tregoj emrin, nga vjen, më ka ftuar për të kaluar një fundjavë ose një ditë në këtë vilë të mrekullueshme që thash është një prej vilave më të bukura të gjithë liçene, pra të kësaj zone të veriut të Italisë, një vilë shiheni me çfarë pami, kjo është vetëm njëra, thash janë 3 një kompleks vilash, janë 3 vila, e cila ka po ashtu një helipad, ka po ashtu një pjesë ku kryen gjithçka, në pjesën tjetër është pishina, ndërsa këtu është pjesa që del direkt në liçen. Vila ka edhe molin e saj, edhe zonën e saj ku parkohet varka që shkon pastaj për të dalë në liçen. Është absolutisht një prej vendeve më të bukura që mund të shohësh dhe unë do t'ju tregoj një për një. Do të kem të paktën 6 seri, sepse vetëm oborri për të treguar 40.000 metra kërkon më shumë, do t'ju tregoj vilën guest house, do t'ju tregoj vilën qendrore, do t'ju tregoj veprat e artit, që sikur se thash, 8 prej tyre janë Picasso dhe njëkohësisht gjenden dhe 2 bibla të rralla, të cilat datojnë prej qindra vjetësh dhe që janë të, si thua, të vendosura nën kontrollin jo nën kontrollin, por të listuara nga shoqëria e mbrojtjes së biblave dhe njëkohësisht disa prej pemëve të kësaj shtëpie janë certifikuara nga qeveria italiane si pemë me një rëndësi të veçantë, pra që nuk mund të pten, nuk mund të deformohen, duhet të ruhen. Më shumë se sa 6 bashkëvan, pra giardinier, po them tani në italisht, punojnë për mirëmbajtjen e vilës, më shumë se 12 veta personel që i shërbejnë, pra thash shqiptarit. Është e çuditshme që një nga vilat më të mira dhe më të rralla të Italisë është pronë e një shqiptari
i cili arriti ta fitonte këtë duke u përballur me konkurrencën e disa prej njerëzve më të pasur të botës. Kjo është vetëm hyrja, pra unë po ju flas tani vetëm për hyrjen, nga ky moment do filloj t'ju tregoj, do heq xhaketën dhe do filloj t'ju tregoj të gjithë pjesën e plot të oborrit dhe të pjesës jashtme dhe pjesën e brendshme të vilës. Ndiqeni seri mbas serie në një nga rrëfimet më të bukura dhe më të rralla që unë kam bërë, në mënyrë absolute nga më të rralla dhe më të bukurat që unë kam bërë.